Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe më pas me zëra qytetarësh kemi mundësinë të sjellim këtu problematika nga jeta jone e përditshme, këndvështrimet tona mbi qeverinë, mbi politikën dhe mbi gjithçka që na duket e rëndësishme për ta ndarë me publikun e madh të këtij mëngjesi. Gazeta Panorama sjell tituj të procedurat. Paqja fiskale, si përfitohet 100% nga fshirja e gjobave, aplikimi. Zbardhet i plot udhëzimi tatimeve për marrëveshje me bizneset për zbatimin e ligjit të marrëveshjes së paqes fiskale, duke hapur rrugë aplikimeve të bizneseve që kërkojnë të përfitojnë nga skema e re e negocimit me tatimet. Dokumenti përcakton procedurat që duhet të ndjekin subjektet, mënyrën e aplikimit, kriteret për pranimin në marrëveshje dhe rastet kur kërkesa refuzohet. Projekt ligji i ri, si do shiten pronat tokat bujqësore, kriteret për 445.000 familje, nga përdorimi në pronësi, skema e re për tokat, gati për investitorët e huaj. Integrimi bashkoi votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kuvend, por jo Ramën dhe Berishën. Kreu i qeverisë flet për mbylljen e negociatave. Berisha i kujton kushtet. Komisioni Evropian mbështet qendrat e emigrantëve në stilin e Shqipërisë. Kryeministri Meloni po shndrohet në një model evropian. Një opinion nga profesor doktor Arben Malej mban titullin "Kujdes nga ofertat peshkuese, ju rrezikohen kursimet e jetës". Nga Roberta Liaj, arti i mosthënies. Profesor doktor Kim Drasa, gurët e prostatës, çfarë duhet të di çdo burr? Lista e re, kompensimi pronave, familjet që përfitojnë. Botimi, poezia e Visazhitit edhe në Turqi, vlerësimi poetit Ataol Behramoglu. Nga Pëllumvreka botohet dosja që sill titujt "Soje Sorolov do t'ju burgosim". Pranoj, veç lini fëmijë të qetë. Kërcënimi që sigurimi i bëri fiqeret e shehut në hetuesi, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, 20% e gjyqtarëve dhe prokurorëve si konsumues të lëndëve narkotike. Flet avokati antikorrupsion Ndue Pietra. Drejtësia nuk mund të jetë predikim për qytetarin dhe imunitet për pushtetarin. Nëse është e vërtetë se mbi 20% e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka rezultuar janë dyshuar apo raportuar si konsumues të lëndëve narkotike, atëherë Shqipëria ka një problem të madh, ku shteti hesht për ata që sot dënojnë qytetarët. Një drejtësi që nuk ka guxim të testojë veten, nuk është drejtësi e pastër, por është me dy fytyra, një për kamerat, ku flitet për luftë kundër drogës, dhe një fytyrë tjetër në prapasken, ku sistemi mbron veten dhe pushtetin. Kryeministri Rama paralajmëron miratimin e IBAR. Me bashkëvotimin e rezolutës në kuvend, opozita kuptoi se nuk ka bllokim negociatash në Bashkimin Evropian, citohet Edi Rama në faqen e parë të gazetës Telegraf. Deputetja Ina Zhupa, arrestimet e efektivëve në Sarand, shembulli një grupi të strukturuar kriminal zyrtarësh të hetohen lidhjet. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, maj 1919. Sheman Miles, një ambasador amerikan, mbrojtës i të drejtave të shqiptarëve në konferencën e paqes në Paris. Bunkers dhe shkatrimi i uzinës së Ballshit. Flasin inxhinierët Nako Petro, Ilirian Mitro, Dimitër Gjini, Rifat Kollolli. Prishja e uzinës së Ballshit, krim ekonomik ndaj asetit strategjik kombëtar. Prapaskenat me 3 furrat, ku vetëm njëra sot kushtonte $10 milion, 2 shkuan për shkrirje dhe 1 u instalua në një rafineri tjetër afër Ballshit. Skandal, ish administratori i Bunkers Leonida Çobo mbyll zyrën e tij të konsulencës pasi mori 1.5 milion euro nga Bunkers. Grabitja e pasurisë kombëtare, si u falsifikuan në vitin 2018 mbi 264 hektar sipërfaqe ujore, ish vaskat e peshkut në Nart dhe mbi 5.000 m2 tokë
duke kthyer të gjithë në truall. Struktura e posaçme antikorrupsion të nis hetimet e kontratës mafioze të peshkaqenëve të Gjirit të Vlorës në zonën Nart Pishporo. Fillimi i protestave në Vlorë, lavatriçja e pastrimit të parave të strategjikëve dhe afera 1 milion euro me Eko Tiranën. Dosje, rrëfimi i daktilografistit për Enverin dhe Berishën. Si i shtypa Enveri diplomën e luftës, qëndrimi në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë dhe pse mbante 2 pseudonime. Berishës i përgatita dizertacionin Infarkti miokardit, fakulteti, punat e Zëri i Popullit dhe kritikat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Flet kritiku letrar Çelik Petriti. Një komb nuk mbahet vetëm me asfalt dhe ndërtesa të larta, por me kulturë, arsim, shëndetësi, rini të punësuar, kujtesë dhe dinjitet njerëzor. Pensionistët jetojnë me ankthjen e faturave, politikanët miliona për propagandë. Një opinion nga shkrimtari mirënjohur Vangjur Saro mban titullin Përndjekje politike në kohët moderne. Nga profesor doktor Bardosh Gaçe, politikanët që dëmtojnë më shumë gjuhën shqipe. Mozaik dhe aktualitet, flet profesor Ismet Elezi, trashëgimia kulturore e historianit Sherif Delvina. Nga profesor Qemal Lame, evropianët dhe amerikanët janë rival në Ballkan. Ferit Shqefni, shteti përballë maskave që vrasin dhe grabisin qytetarët. Vladimir Mici, dështimi dhe heshtja e qeverisë me aksidentet në punë. Mjekësi, kura bimore për kollën dhe infeksionet e veshit. Hemoroidët, trajtimi shtëpiak dhe mjekësor që qetëson dhimbjet, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita, në faqen e parë titujt Firmos për armët, të firmos për kullën. Një leje për kullë masive 27 katëshe të Bulevardi i Ri, zgjer në dritë përfituesit direkt. Nga vllai kryebashkiakut të Tepelenës, te vllai ministrit të mbrojtjes, por pas betonit fshihet një pazar edhe më i rënd. Investigim, analizë. Kur lejet e ndërtimit nuk janë më akte administrative, por kode shkëmbimi. Një investigim që zbërthen mekanizmin e kontrollit brenda llojit. Dyshimet se firmosja për kullën u këmbye me firmosjen për kontratën e armatimeve me kompani të sankcionuara nga Bashkimi Evropian. Kur gënjeshtra thot të vërtetën. Një montazh i rrem dhe i manipuluar i protokollit zyrtar që ka prekur një tel të ndjeshëm gjeopolitik. Foto e rreme e Trumpit që përkulet në Pekin dhe ankthi i perëndimit nga rënja. Një imazh që po qarkullon me shpejtësi online vendos përballë 2 epoka, përmes të cilave kuptohet tranzicioni dramatik i 4 dekadave. Trau në syrin e predikuesit Sali, kur kampioni gënjeshtrës flet për media të kapura dhe mashtrim. Pse fabrika berishiste e Baltës ndaj Vjollca Hoxhës është një tjetër kulmi i cinizmit dhe hipokrizisë. Historia që sjell në vëmendje memon e përgjakur të gazetarisë shqiptare në vitet 90 përballë estradës dhe hipokrizisë së sotme. Denoncimi, një listë e bërë publike ekspozon një skem, sa të pështirë, aq edhe qesharake. Nga studio televizive të muret e Reçit dhe Peqinit, si u bën burgjet motele me pagesë për ato që quhen yjet e Instagramit. Kosto e jetesës, 2 dekada punë për 4 mure në Tiranë. Nga Fatos Tarifa botohet shkrimi Erosi dhe revolucioni kulturor i rilindjes. Rubrika e shëndetit, a mund të kthehet pas demenca? Një studim i ri thyen mitin e kurrës së përshtatur. Kthesat historike për shëndetin e trurit. Trajtimi që përmirëson kujtesën në 90% të pacientëve me demencë. Histori, arkiva, garda me famë e papës dhe vjera e Skënderbeut. Këshilla, komunitetet, çfarë të mësojmë nga koranët për jetëgjatësi. Telebingo shqiptare sjell njoftimin Telebingo rrit numrin e fituesve, 10.000 euro në Berat. Në studio janë mirëpritur fituesit e lojës Rrota e Fatit, të përzgjedhur një javë më herët.
fitimet e të cilëve vijojnë votojnë në brendësi të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave që dalin në versionin online. Fillojmë me gazetën Epoka e Re që del në Prishtinë, në faqen e parë veçon titujt Reagimi speciales për raportin e Anglisë dhe Walesit. Trump tregon sasi të nervozizmit. Ymeri, termi bandit po përdoret për ta lidhur Lushtakun me veriun. Haradinaj, gjua shqipe në Maqedoninë e Veriut nuk është opsionale. Studentët kërkojnë të drejtën që u takon. Kurti në Gjakov, listat më parë ngjanin në transaksione interesi. E jona është krejt ndryshe. Mbi 117.000 aplikime nga diaspora. Numri mund të afrohet rekordit të 2021-shit. Kurti, këtë vit do të kemi municionet e para me vullën Made in Kosova. Pal Lekaj publikon foto me gruan e tij. Mbështetës i vetëvendosjes e kërcënoi me jetë. Haga u vazhdon para burgimin Kadri Veselit dhe Jakub Kresniqit. Të akuzuarit mund të pengojnë ecurinë e procesit ose të kryen vepra penale të tjera, justifikohet gjykata. Avokatët britanik i përgjigjen speciales. Legitimiteti varet nga aftësia për të zbatuar standardet. Kalojmë tani tek gazeta Tema. Ekspert serb për stokun e dosjeve. Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur të kërkojë ndihmë ndërkombëtarëve. Avokatët janë kundër, duhen gjyqtar. Takimet sekrete të Rubio me Gaforen. Mendojnë se ky popull kaq meriton. Ben Andoni, elita e sheh shumicën si të destinuar të punojë për ta. Produktiviteti, pse banka botërore e nxjerr të rritur. Gjithçka përfundoi në 1 minutë. Grabitja e argjendarisë në Kamës, autorët vodhën bizhuteri me vlerë 700.000 lek. Analiza Washington Post, dosjet sekrete të UFO-s zbulojnë ngritjen e një feje misterioze në Amerikë. Ambasadori shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar. Britania duhet të ndalojë demonizimin e Shqipërisë. I qetë dhe pa precedent të mëparshëm. Çfarë dihet deri më tani për 31 vjeçarin që tmerroi qytetarët e Modenës? Rama, programi i ri i financimit do të mbështesë mira biznese shqiptare me kredi të buta. Qytetarët kërkojnë më shumë llogari. Sara Mila, besimi po kalon te institucionet. Debati me shehin. Trump, rënja e shpirtit të kaosit, është titulli një komenti në gazetën Tema. A e tradhtuan fqinjët Shqipërinë në Eurovision? Koreografi Sukniqi analizon renditjen e këngës shqiptare. Se ndalin as kralat e as sultan. Haradinaj në mbështetje të protestës së studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kisha sindromën e Stockholmit. Nga parukiere në kongresiste. Rrëfehet ishe dashura e El Capos. Sulm me dron në Moskë, të paktën 3 të vdekur, pse sulmi i Ukrainës shënon një fazë të re në luftë. Studentët protestues në Serbi publikojnë memorandum për Kosovën, nuk duan pavarësinë e saj. Saranda, sindroma e Chicagos, konflikte, armë, eksploziv dhe grupet që pëndryshojnë qytetin. Egnatia tërpëron Elbasanin, Rogozhinasi triumfojnë me 4 gola në kryeqytet dhe marrin Kreun. Tatimet, afat deri më 5 qershor për paqen fiskale, kush përfiton dhe kush përjashtohet. Humbi jetën në aksidentin tragjik në Itali, ky është 19 vjeçari shqiptar. Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin Pse nacionalisti Albin Kurti doli në krah nacionalistit Mickovski për të defaktorizuar shqiptarët. Antena brenda familjes, Muli shpjegon pse duhet të përfaqësuar. Ka një problem me internetin në këto momente në marrjen e informacioneve përmes internetit. Kujtojmë që jemi pikërisht në momentet kur po lexojmë titujt e kryesor të gazetave që kanë mbritur nëpërmjet internetit në versionin e tyre online në studion ton.
kishte një bllokim të përkohshëm. Editoriali nga Merobaze mban titullin "Pse nacionalisti Albin Kurti doli në krah nacionalistit Mickovski për të defaktorizuar shqiptarët". Antena brenda familjes, Muli shpjegon pse duhet përfaqësuesi doktorit në qendrat e votimit. Kalojmë tani tek Gazeta Standard, me sa duket është përsëri kjo vështirësia e internetit. Qyteti kullave, Tirana po bëhet e pajetueshme për vendasit, luks për investitorët. Një drejtor tatimesh pastroi paratë e korrupsionit në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit bashkë me Andis Papën e Fastek. Burgjit në shërbim të bandave, nga Enea Qerushit e Fjoral Raja, emrat që morën amnisti fiktive. Berisha, jemi sërish në diktaturë. Edi Rama dekoroi baban e tij xhelat. Eksperti ndërkombëtar i sigurisë kibernetike zbulon skandalin e Ramës me diellën. 1.1 miliard euro u vodhën nga xhepat e shqiptarëve. Meta, u zhdukën nga korrupsioni dhe kapja kriminale e shtetit nga Rama. Laboratorët amerikanë në Ukrainë, Sina, administrata Biden mohoi të dhënat, ndërkohë laboratorët ekzistonin. Arrestimi i shefit të Sarandës, Cakrani, bashllari një nga 4 policët bandit që rrëmbyen ish-presidentin Meta. 17 maj 2020, dita e tradhtisë së madhe. Është një shkrim që vjen në faqet e gazetës Standard. Kalojmë tani te gazeta Koha Jon. Kriza e drejtësisë, një gjyqtar i shkallës së parë mbi 1000 dosje. Pse duhen trupa me 3 gjyqtarë në apel? Sot studentët shqiptar protestë të madhe në Shkup, dridhet Maqedonia. Berisha, njeriu që e bashkon Partinë Demokratike, por nuk e sjell dot në pushtet. Shpërthimi i ebolës në Afrikë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, emergjencë ndërkombëtare. Kur mos debato me budallënjt, do të tërheqin poshtë në nivelin e tyre dhe pastaj do të mundin me eksperiencën e tyre të budallëkut. Është një citim si titulli një artikulli në faqet e gazetës Koha Jon. Izraeli këngën më të mirë, por fituese Eurovision shpallet Bullgaria. Edi Rama, ftojmë të gjithë të mbështesim Shqipërinë dhe artistin ton duke votuar 05-ën, është një lajm i vjetër në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Kalojmë tani te gazeta Koha që del në Prishtinë. Pusiq, nëse Mali i Zi dështon të antarësohet në Bashkimin Evropian, do ta humb pavarësinë. Nga flaka Suroi botohet opinioni me titull Bajat. Pusiq, sa më shumë pasurohet një udhëheqës në pushtet, aq më shumë i afrohet Putinit. Veton Suroi, jetojmë në një zonë luftrash dhe shtetesh të papërfunduara. Serbia ndërhyn sërish në zgjedhjet në Kosovë. Mbi 117.000 aplikime nga diaspora. Numri mund t'i afrohet rekordit të 2021-shit. Kosova, vendi i dytë më i varfër në Evropë pas Moldavisë, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Koha. Gazeta Lajm që del në Maqedoninë e Veriut, Filipçe, qeveria po e çon vendin drejt kolapsit financiar. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka denoncime për bomba në asnjë qendër tregtare në Shkup. Bekim Qoku për krahje studentëve. BDI i la problemet dhe normalizoi padrejtësitë ndaj shqiptarëve për 22 vite. Kasami Mexhiti, provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Mickovski, me uljen e TVSH-s dhe aksizave, Maqedonia synon të mbajë çmimet më të ulta të derivateve në rajon. Kalojmë tani tek gazeta Mapo. Pas kemi një problem sot me ngadalësinë me të cilën po vepron interneti. Megjithatë, ne vazhdojmë të shfletojmë gazetat e tjera.
Kalojmë tani në gazetat periodike, kulturore. Fillojmë me gazetën Nacional, që gjithashtu ka mbritur në studion tonë mëngjesin e ditës së sotme, gjithashtu shfletojmë në faqen e parë të saj. Pse po mbahet Kuvendi i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë? Është një shkrim nga doktor Muj Buçpapaj, Kuvendi i riorganizimit të lidhjes së shqiptarëve dhe artistëve, më datë 19 maj 2026 në Tiranë. Editoriali i shkruar nga Ylka Filipi mban titullin Poezia disidente e Sadri Ahmetit. Nga Ardi Omeri, sfidat e riorganizimit të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Nga Halil Rama, 40 vjet zë i shqiptarizmës në Bruksel. Shënime për librin poetik Lutje në kohën e Sizifit të Jao Margjekës vijnë me një shkrim nga Agim Bajrami, kur guri i Sizifit bëhet rezistencë poetike. Nga Bilal Maliqi botohet shkrimi libër me angazhim të ndjeshëm poetik. Nga Albert Zoli, lidhje e shkrimtarëve prej fillimeve dhe deri tani. Flasin për riorganizimin e lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, një numër i madh shkrimtarësh dhe artistësh. Emrat e tyre shpalosen në faqen e parë të kësaj gazete. Në faqen e parë vijojnë dhe titujt e tjerë. Diskutim për letërsinë me praninë e deputetëve dhe studentëve. Kuvendi i Shqipërisë veprimtari letrare kushtuar romanit Shtëpia e Verdhë. Nga Ahmet Prençi, rreth romanit Në mëni të njëri tjetrit të shkrimtarit të njohur Besnik Mustafaj. Ky roman të lë me ndjesinë se historitë nuk mbarojnë. Tregim nga Alice Monroe vjen me përkthimin e Zymber Elshanit. Poem për Çamërin nga Konstantin Dhamo. Johonat e Hënës, poezi nga Ilir Paja. Nuset e Dilës Blu, fragment romani nga Flamur Buçpapaj. Espresso me pak qumësh, tregim nga Zana Mehmeti nga Gostivari. Këngë djalërishte, poezi nga Faruk Tasholli. Parajsa, poezi nga Sadri Ahmeti, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Nacional. Kalojmë tani te gazeta Ex Libris. Abbas Hoxha, aktoren e Glentina Kume e pritë në kinë sikur të ishte Marilyn Monroe. Bashkëbisedimi pa botuar më parë me studiuesin dhe historianin e kinemas. Bisedën e bëri Enver Morina. Prilli i Kadarest në New York, një shkrim nga Elidor Mihilli. Nga Ymer Qiraku, poeti i gjuhës së zjarrt, 180 vjetor i lindjes së Naim Frashërit. Nga Fabio Strinnati, shënime mbi librat, Dardha Lulëzoj në dhjetor, një roman i Shpenso Laku Noe. Nga Luan Rama, në 85 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Koço Kosta, vjen shkrimi Koço Kosta, arkitekti absurdit dhe gjeografia e tjetërsimit. Nga Gjojna Salej botohet shkrimi A jemi vërtet njerëz normal? Josif Broski, ligjërat për qumshtin e derdhur, përktheu nga origjinali dhe pajisje me komente Agron Tufa. Poezia e Visargjitit në Turqi vjen me një material përkthyer dhe përgatitur nga Eda Zh. Botohet në Turqi zhvillimi poetik Gjithçka që më pret të mbledh diell. Komedianët Korçar, rikthimi një tradite, një shkrim nga Dr. Jorina Kryeziu, Shkreta, mbi botimin Korçarët në komedinë shqipe. Mes vargjeve me vlera të përhershme. Nga Dimitrov Popiq hidhet vështrimi mbi librin e poetit Agim Vinca. Nga Namik Dokle, historia e një busti të Gjergj Fishtës, mrekullisht i shpëtuar. E diela e heshtur në kishën e Shën Dimitrit në Mandric, një shkrim nga Mimoza Hasani, Plana. Bibliotek është rubrika ku autorët botojnë krijimet e tyre. Nga Mira Meksi, Frosina i Janinës. Nga Alban Tufa, 4 poezi për 4 lloje mungesash. Artur Baku, Darka e Amshuar. Odise Kote, Midis meje dhe teje. Besa Kalaja, Kati i tret. Arben Meksi, si gjithmonë sjell karikaturën e radhës në numrin më të fundit të gazetës Ex Libris. Tentojmë të rikthehemi dhe një herë aty ku e lam me gazetat e tjera e përditshme që vinë në versionin online. Jemi tek shqiptarja.com në rubrikën e saj minut pas minute.
Raporti prokurorisë së përgjithshme, mbi 20% e procedimeve penale për vjedhje, 78% e atyre që përfshihen në krim janë të papunë, sociologu, shtyhen nga varfëria dhe kriza sociale. Moti sot njoftohet e hëna nis me vranësira dhe kthjellime. Luhatjet e motit sjellin rreshje në mesditë. Kronik, ishte jashtë shërbimit, plagoset me armë një polic në Shkozë. Kosova dhe rajoni, se kanë dalur dot as krala dhe as sultanat. Haradinaj në mbështetje të protestës së studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Përplasen 2 avion ushtarak në bazën amerikane. Pilotët hidhen me parashut gjatë incidentit. Vuaja nga sindroma e Stokholmit. Rrëfehet ishe dashura e El Capos. Guzman më monitoronte vazhdimisht. Takimet sekrete të Rubio me Gaforen janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës shqiptare.com në rubrikën Minut pas minute. Gazeta Mapo, në faqen e kësaj kryesore, ambasadori shqiptar në Shkup mbështet protestën e studentëve. Mejdani publikon vargjet e gjerfishtës për gjuhën shqipe. Isha nën kontrollin e tij, ish partneri El Capos trondit me rrëfimin e saj. Historia e fotos së parë shqiptare nga Marubi e përzgjedhur për lancimin e Mapo Imago. Xi sfidon Trumpin pas takimit në Pekin. Analiza. Kina beson se tashmë ka e përsin ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Stoku i dosjeve në gjyqësor. Këshilli Lart Gjyqësor sjell ekspertin serb, avokatët kundër. Konservativ View është rubrika nga Fidim Zekthi, vjen shkrimi Rama, ndoshta ka ende pak kohë për të shmangur kursin shkatrimtar. Trump bisedë telefonike me Netanyahu ne informon për vizitën në Kinë dhe Iranin. Detaje nga grabitja në Kamës, maska, motor dhe aratisje drejt Zallherit, çfarë zbuluan kamerat e sigurisë. Trump paralajmëron sërish Iranin, koha po mbaron, përndryshe nuk do të mbetet asgjë. Intervista Mapo, nga poezia prej Zogaj te klipi me Joana Nanon, Frederik Ndoski rrëfen historinë e këngës Sytë tu. Nga prej Zogaj, botohet editoriali me titull Drejtësia, porta e Herkulit për të hyrë në Bashkimin Evropian. Profil Mapo, Zhani Ciko, maestro që ngriti kulturën muzikore shqiptare. Si Shqipëria po bëhet parajs për të huajt, por gjithnjë më papërballueshme për vendasit. Nga Gjergj Simaku botohet shkrimi nga auditorët e TCT Tirana College of Technology tek tregu real i punës dhe teknologjisë. Analiza e Deutsche Welle, apo vijve në fundi luftës në Ukrainë, tatimet ngren alarmin, paqja fiskale mund të përdoret për pastrim parash. Ilir Ali Mehmeti bashkëbisedim me studentët e Universitetit Evropian të Tiranës nga diskutimet për reformën territoriale te kandidimi në Tiranë. Kalojmë tani te agjencia e lajmeve NOA. Plagoset me armë zjarri një polic në Shkozë. Izraeli sulmon Libanin, 5 viktima, mes tyre 2 fëmijë. Përgjaket supersfida Elbasani e Gnatja, përplasje mes tifozëve dhe ndërhyn policia. Gnatja jep leksion futbolli Elbasanit, fiton 4-0 dhe hap garën e titullit. Sulm me dron pranë termocentralit bërthamor në Abu Dhabi. Taksa e panevojshme mbi opozitën për shkak të Sali Berishës është një opinion nga Mero Baze. Në rubrikën sport, Kosovë, Malisheva siguron Evropën. Prishtina e Re dhe Ferizaj bien nga Superliga. Janë tituj që vinë në faqen kryesore të gazetës të agjencisë së lajmeve NOA. Kalojmë tani te gazeta Bulevard. Pas luftës me sëmundjen dhe divorcit nga bashkëshortja, avokati Sajmir Vishaj merr një vendim të rëndësishëm. Stoku i dosjeve ka arritur në 150.000. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur të kërkojë ndihmë ekspertëve. Mbledhjet la nuk arrin në Selit. Braçe akuza Ristanit, ja produkti i drejtorëve. Nga Spaku në ekran, si përdoren mediat për të mbrojtur të akuzuarit. Vrasjet në shkolla dhe shpërndarje e drogave.
hita telegram komisariateve, zbardhen porosit. Në rubrikën Ekonomia të gazetës Bulevard, me tren në vitin 2027. Rrjedzohet e korrudha e vjetër Tiranë-Durrës, kushte moderne dhe shpejtësi 120 km/h. Kontrolli i lartë i shtetit, 148 milion lekë të ardhura të munguara nga prona shtetërore. Ndryshime në paqen fiskale, sqarojnë ekspertët, udhëzimi ka përjashtuar bizneset e vogla. Pastrimi i parave, si po ndikon çmimet e pasurive të paluajtshme, kapitali në hije. Republika brenda Republikës është editoriali i gazetës Bulevard në mëngjesin e ditës së sotme. Kalojmë tani tek portali Durrës Lajm. Kanosje me armë në Durrës. Policia shoqëron autorin e dyshuar. Momenti kur 44 vjeçari Deor përplaset me makinën e policisë së Durrësit vjen me një video në portalin Durrës Lajm. Promovohet romani Hëna i autorit Xhevair Gradica. Shoferi Deor në Durrës nuk ju ndalon policëve, tenton t'ia mbadhë dhe përplas një efektiv me makinë. Teuta mposhtë Pogradecin dhe siguron qëndrimin në kategorinë superiore. Aksident pranë tregut të makinave në Durrës. Detajet. Shtuhia rrëzon pemën në Durrës, zë përfund makinën, janë shkrimet që vinë në faqen kryesore të portalit Durrës Lajm. Disa lajme sportive vinë përmes rubrikës Lajmet e fundit të gazetës Panorama Sport Online. Nuk fitohet ndeshja në tavolina, thumbon Bernard Berisha. Ju tregoj pse nuk e festoi Maloma golin ndaj Vllaznisë. Superliga e Kosovës, Malisheva siguron Europën. Ish skuadrën e Vildedes dhe Prishtina e Re bien nga kategoria. Pronari Milanit ndjek ndeshje në krah të Tares. Fitoren e zgjidhin lojtarët që kërkoi drejtori shqiptar. Ekskluzive, Milinkovic ishte dështim. Hallaçi, Partizani ka nevojë për lojtar me karakter të fortë. Vendi 5 nuk pranohet. Janë disa prej informacioneve që vinë si lajme të fundit në gazetën Panorama Sport Online. Dhe kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes titujve të para të gazetave. Dhe tani si gjithmonë, unë juftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj Regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.